Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit. SBS-i në Instagramin e tij ka fshirë komplet fotografit edhe videot e Eglit. Do me thënë, bashkëpunimi që Egli kishte me SBS-in tashmë ka marrë fund. Gjithçka ka përfunduar, marrëdhënia e tyre ka përfunduar dhe gjithçka është më tash e mbaruar. Do me thënë, nuk ka nevojë më për fjalë, vetëm fshirja e fotografive dëshmon çdo gjë. Vetëm fshirja e fotografive e vërteton te publiku që marrëdhënia ka përfunduar. Tani nuk ka një detaj, nuk ka një moment të detajuar se kush me kë është grindur. A ka patur Egli një grindje me Fifin apo kanë patur menaxherët grindje me dy këngëtarët dhe tashmë dy artiste të menaxhuara nga SBS-i kanë ndarë rrugët. Kjo gjë do të kuptohet në momentet në vazhdim, por ajo që ne mund të themi është se bashkëpunimi që Egli pati me SBS tashmë ka përfunduar dhe SBS do të vazhdoj me kontrata që ka patur Luizin, Mimoza Shkodrën, Shkurte Gashin e shumë artistë të tjerë. Çuditërisht, Albos, një mik i afërt i Gjestit, ka publikuar një fotografi apo një video në storin e tij ku Gjesti mbrëm ka puthur në koncert fotografin e Eglit. Kjo dëshmon që marrëdhënia e tyre është në rregull krejtësisht dhe që Egli tashmë vazhdon në këtë rrugtim.